Gorica. Flasim për këtë gurin një. Qa marrësh janë këto? Qa fisesh janë? Kush është varros? O, dëgjoj tani, këtu është një gjë e madhe këtu. Tani këtu jemi në fshatin Kostren. Fshati Kostren lagjer po. Pse ka marrë emrin Kostren? Ka në një kështu zanafil? Te kjo lagja këtu ku jemi tani ne. Fiks këtu ku jemi ne qa quhet tani, qa dhe më si pik. Tani, shiko, qoj lagje, këtu është krijuar Kostreni, pari. Dakord? Dakord? E Kostreni. Po kështu, atje goja ore të qetë, diskutohet e njërë tjetër atje. Por na kjo pasat e janë apur në qikë ato. Edhe hajt, kanë ardhur të tjertë, njeri ka zënë këtu, për shembull Qamili ka ardhur po. Ky Kosta që rrente, pas ka qenë inteligjent. Inteligjente ka filluar që nga këtu kanë marrë shembull të gjithë. Kështu është ajo atje. Tu jemi fiks tek Gorica e Madhe. Te e Gorica e Madhe. Qa është ky guri këtu? Të tërë që janë varrosur këtu, të tërë këtë njerëzit janë varrosur, tabuti vinë edhe këtu e këndon dhe Hoxha. A është një tip guri që vihesh arkivoli aty? Këtu vishe arkivoli që i thejmë, pa nderi i thoshin tabut. Do më dhënë gjithë jetën që ti mban mend, edhe nënën unë të vura. këtë nuk e ka ngacmuar njëri këtë gur. Absolutisht, vetëm këtë gur nuk është lëvizur. Edhe të tërë këta që janë edhe të sot, përpara e zven këtu tek qytet. Pra, vlen për të theksuar që këtu, komplet ky bregu, deri atje është i breg. Varreza ka qenë deri për poshtë, po i kanë një shkam. Janë shkatruar. Po. Qa varresh janë këto? Qa fisesh janë? Kush është varros? O, dëgjoj tani, këtu është një gjë e madhe këtu. Për shembull, fisi i Vorishës këtu ka qenë. Fisi i shetakëve këtu ka qenë. Shetakët janë manastrec. Edhe qa ka nikur, ka sot janë në Lapardha, janë Perondi, në Kostreni. Të partë atyre janë vendosur këtu. Na këtu ka dalë të tëra. Ka ndonjë zanafil dhe në qa vite datojnë këto varreza? Sepse duken shumë interesante, duken janë ato varre tipike me dy gur vetëm dhe. Derisa fshati këtu është para Krishtit llogaritet tani. Deri para Krishtit. Para Krishtit. Është krijuar fshati këtu. Nuk është i vogël. Na gojdhena, na studimet, erdhën studime. Unë isha përgjegjës sektori. Edhe erdhën studimet, studionin fshatrat, studionin herën edhe ata të naftës. Gjeologët që bëjnë studimin e tokës. Ata bënin historinë e fshatit. Dhe erdhën ishin 3 veta. Herën edhe ata të naftës, kanë ndenjë një muaj aty në shkollë. Unë isha sekretar këshilli. Edhe mora unë ata, se ishe behar. Dhe mora ata të arsimit e thanë atje, qaj ati? Sekretar, ti e kim nga kim thanë mua. Ndo që futi, ndo që leri. Ose atje. Pra ata bën një lloj studimi të këtyre varrezave. Ata bënin studimin e krijimit të fshatit. Shikon këtë varri? Ky është varr. Ky është varri me i vjetë. Talloj. Ka dalë gur këtu. Tani ky këtu është një varr, edhe ky është shumë i vjetëri. Pi bazën e këtyre ata që studionin, kudondi? Tani ky është me gur gjithë për poshtë, dhe është mbyllur se si e kanë mbyllur me qemer, që thon fjalës. Jo, me qemer, kështu gur mbyllur. Po të armimin të do gjejmë qemerin më poshtë. Edhe ata thoshin që këta lloj varrime që janë bërë gjatë erës,
që nxuar në ata që është para Krishtit. Kupton ti? Në përmjet tyre varrezat. Kemi zbuluar dhe ande poshtë. Kupton ti? Isha prezent. U hap kjo lloj varri, edhe doli që Ky ishte varri këtu është hapur. Jo, është këtu ai që është hapur, po e mbyllëm neve. Po ky ka nge ashtu atje, se ka dalë, shikoj atje. Duket ai që e mbulonin dhe vinin edhe gur për mitej që mos binte. Edhe në atë kohë e kam pasur kështu traditë që koka vihet gjithmonë nga lindja. Tani koka vihetën jo nga lindja, nga prendimi. Tëra varrezat. Ato varreza kanë kokë nga perëndimi. Shiko, këte ka kemët, këte ka kokën, qy. Pse ashtu? He? Pse ashtu? Tërë nga prendimi vjen. Tërë varreza nga prendimi vjen. Ah, Nuk u... na fill apo? Po ja dhe kështu e ka lep feja, kujti unë atë. Themi atë që është. Po dhe sot bën poshtë. Domethënë, të gjithë fshati këtu i ka ruajtur me fanatizëm këto. Varrezat jo, e kishe për gjuna, nuk e ase prishte, ase tje se janë varreza, pa të kishe punuar neve. Deri poshtë është. Deri na çukalet, kanë qenë me varreza këtu.